Mirëdita të gjithëve, mirë se keni ardhur në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak. Materialet janë shpërndar, po ashtu dhe rendi ditës. Ka ardhur një kërkesë për futjen e 2 materialeve jashtë radhe në këtë rend dite, propozuara nga ekzekutivi. Njëra ka të bëjë me miratimin e shtesës së planit buxhetit prej 4.000 lekësh për festivalin ndërkombëtar të komedisë Koko Fest, si dhe realizimin e projektit dhe ekspozitet etnografike, sponsorizuar nga Këshilli i Qarkut për bashkinë për këto aktivitete, si dhe materiali tjetër që ka të bëjë me një propozim për ndryshimin e vendimit të Këshillit Bashkiak numër 82, datë 28 i pari 2015, për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të palujshme pronë private që preken nga realizimi i projektit rikonstruksion dhe zgjerimi i rrugës Don Gjon Buzuku Korç. Ka ndonjë kundërshtim nga këshilltarët në lidhje me futjen e këtyre 2 materialeve në rendin e ditës, apo kërkojnë ndonjë koment të bërë nga ekzekutivi për futjen e këtyre materialeve? Unë parimisht jam kundra këtyre materialeve të futura me urgjencë, që jepen ditën e mbledhjes. Dhe nuk e kuptoj ku qëndron urgjenca në këto 2 materiale, sepse tek njëri nga materialet të paktën, ne nuk japim kohë as publiku të informohet që do kalojë në këtë mbledhje këshilli dhe të kenë mundësinë që të paraqiten, se ne na erdhi dje mbasditë si material. Bëhet fjalë për materialin për zgjerimin e rrugës Don Gjon Buzuku. Për atë e kishit fjalën. E dyta, po, atëre po i jap fjalën ekzekutivit drejtoreshës financës dhe pas drejtoreshës juridike. Në lidhje me materialin për rritjen e planit të buxhetit në vlerën 400.000, arsyeja e futjes me urgjencë të materialit është sepse bëhet fjalë për një financim që ka kryer Këshilli i Qarkut dhe për ta futur në këshill duhet që këto fonde të ishin aktive në thesar, të cilat janë bërë dije. Dhe, domethënë, kjo ka qenë një nga arsyet që është futur me urgjencë, por më kryesorja është që në bazë të ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor 9936, angazhimet e reja buxhetore është afati deri në 15 tetor. Prandaj në këtë mbledhje po e futim në jashtë radhe. Edhe një koment tjetër në lidhje sepse doja t'ja u bëja me dije më parë, është një material që është pika e 10 e rendit ditës, që është është material që futet për informacion për këshilltarët, raporti monitorimit janar-gush 2025, tërhiqet nga rendit ditës për të paraqitur në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak, me argumentimin përsëri Valbona. Raporti i monitorimit 4 mujor i dytë do të kryhet nëpërmjet sistemit të menaxhimit të buxhetit vendor. Hapja e sistemit u krye para 2-3 ditësh, kështu që na duhet kohë për t'i përpunuar të dhënat dhe për ta paraqitur materialin në këshill. Prandaj nuk arritëm dot ta mbyllim të mbledhjen e sotme. Faleminderit për komentin. Drejtoria juridike apo kryetari Angela? Urgjenca e materialit për ndryshimin e VKM-s numër 82 të vitit 2015 qëndron në faktin që të mos pengojmë këta 10 pronarët e këtyre pasurive të cilat ka pasur disa probleme edhe me ASHK-n për të vazhduar me regjistrimin e tyre në ASHK. Sepse, siç e shikoni, po ndryshohet një vendim i Këshillit të Ministrave të vitit 2015, tashmë i kemi vonuar së tepërmi, kështu që menduam që të mos e shtynim edhe një muaj më tepër. Faleminderit. Atëherë, kush është dakord me futjen e këtyre 2 pikave në rendin e ditës dhe heqjen e raportit të monitorimit? Procedur, zonjën kryetar? Po. Të lutem, mund ta hedhësh në votim tek? Si tek? Materialet tek do i idhen të filloj. Pra, dhe votimi të bëhet tek. Po, faleminderit. Atëherë, kush është dakord për futjen në rendin e ditës për miratimin shtesë të planit buxhetit për 4.000 lekësh për festivalin ndërkombëtar të komedisë Koko Fest, si dhe realizimin e projektit ekspozit etnografike? Kush është dakord? Ju lutem këshilltarët votojnë. Kundër? Abstenim? Kundër?
Abstenim? Miratohet. Pika tjetër që futet në rendin e ditës, propozim për ndryshimin e VKM-s numër 82 datë 28/01/2015 për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme pron private që preken nga realizimi i projektit rikonstruksion dhe zgjerimi i rrugës Don Gjon Buzuku, më falni, Korç. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Miratohet, si dhe pëhet në votim heqen nga rendi ditës të pikës informacion në lidhje me raportin e monitorimit për periudhën janar-gusht 2025. Kundër? Abstenim? Miratohet. Pika e parë e rendit ditës, pra, ishte miratimi e ditës që sa po kaluam. E hedhim në tërësi rendin e ditës, me shtesën e pikave në numër 10, 11, 2 pikat e reja që shtohen në rendin e ditës. Kush është dakord? Ju lutem tërësi. Kundër? Abstenim? Miratohet. Për pika e dytë, për miratimin e verbalit të mbledhjes së datës 29 gusht 2025, ka diçka nga këshilltarët në material të shpërndar? Nëse jo, e hedhim votim. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Miratohet. Pika e tretë, mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga 6% e fondit kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike dhe nga buxheti vendor për periudhën 1-31 gusht 2025, ju lutem komisioni, në emër të komisionit, zonja Tau. Shëndetje të gjithëve. Muaj gusht kemi 44 familje që përfitojnë nga programi blok ndihmës ekonomike. Po nga ky fond përfitojnë kompensim të energjisë elektrike 19 familje dhe përfitojnë ndihmë ekonomike nga fondi buxhetit vendor 15. Kërkojmë këshillin me ratimin e këtij relacioni si çdo muaj. Faleminderit. Ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? E hedhim votim. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Miratohet. Pika e 4, për trajtimin e zotit Feti Osmanllari me apartament nga fondi me kosto të ulët që do të ndërtohen në lagjen 10 rruga Theodor Kavalioti mbi pasurinë 1 fraksion 760 zona komunale 8561 sipas marrëveshjes së nënshkruar midis Bashkisë Korçë dhe entit kombëtar edhe një herë. Kryetar, do të doja që shpjegimin për këtë çështje ta bëjë drejtoria juridike për të qenë më të detajuar në çdo pikë të çështjes. Faleminderit. Nga komisioni juridike nuk e di nëse është mbledhur. Mirë, dakord. Po sepse meqense është një çështje, mund të ishte mbledhur edhe komisioni tjetër. Okej, atëherë një shpjegim nga Në datën 10 mars të vitit 2025 kemi nënshkruar një marrëveshje, një kontratë të dhurimi midis Korçë dhe entit kombëtar të banesave, në bazë të së cilës i kemi dhuruar një sipërfaqe trualli entit kombëtar me qëllim ndërtimin e disa apartamenteve për të pastrehët. Tek trualli të cilin ja kemi dhuruar entitave ka qenë banese që posedohej nga zoti Feti Osmanllari. Duke qenë se kjo banesë aktualisht është për të t'ju hapur rrugën ndërtimit të apartamenteve, zoti Feti Osmanllari ngelet pa strehim. Kështu që kemi menduar që t'i garantohet strehim tek apartamentet që do të ndërtohen në bazë të marrëveshjes që kemi nënshkruar me entin kombëtar të banesave, por kjo nuk do të thotë që zoti Feti Osmanllari nuk do t'i nënshtrohet kritereve për të pajisur me strehim që do të jenë në fuqi në momentin që ai do të aplikojë dhe do të pajiset me banesën. Okej, faleminderit për komentin e zgjeruar. Atëherë, pyetje nga këshilltarët?
Po, zoti Plla. Faleminderit. Tani, zotërisë është shpishur godina që banonte, që nuk ishte në pronësi. Në posedim, po. Dhe thuhet, do t'i garantohet një hyrje tek kur të ndërtohet apartamenti i ri, dhe nga ana tjetër thotë që vetëm nëse plotëson kriteret. Tani kriteret të bëjë një vendimarrje ad hoc. Ja. Ose ja garanton për shkak se ju prish, ose e lë si gjithë të tjerë. Se kuptoj këto dy pika, se dy pika në kundërshtim me njëra tjetrën për mendimin tim. Ja do ta sqarojmë. Mënyra që është forma është sepse zoti Fetion Smallari nuk do t'i nënshtrojë fitimit, pra nuk do të renditet në një listë ku do të renditen të gjithë aplikantët e tjerë. Pra nëse ai plotëson kriteret sipas ligjit që do të jetë në fuqi në kohën e aplikimit, ai do të trajtohet automatikisht. Pra nuk do të vendoset në një listë i renditur sipas pikëzimit. Dhe pjesa tjetër, pastaj aplikantëve të listës. Kjo është sepse nuk mundet të anashkalojmë kriteret ligjit për ta trajtuar me banesë. Besoj se është e qartë. Atëherë nëse s'ka diçka tjetër nga këshilltarët, e hedhim votim, kush është dakord? Kundër? Abstenim? Miratohet. Pika e 5, mbi miratimin e programit buxhetor afatmesën 2026-2028, i rishikuar Komisioni Financave, ju lutem. Faleminderit zënë kryetare. Në zbatim të ligjit 9936, datë 26/6/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor të Republikës së Shqipërisë, si dhe udhëzimin 19, datë 10/7/2025 të Ministrisë së Financave, ekzekutivi ka dorëzuar në datën 12 shtator 2025 në Ministrinë e Financave programin buxhetor afatmesëm 2026-2028 të rishikuar. Burimet e financimit janë të ardhurat e veta, të cilat do të kenë një rritje 0.8% nga viti në vit, transferta pa kushtëzuar e përgjithshme e cila do të ketë një rritje 5.3% në 2026 në krahasim me vitin 2025, 5.4% në vitin 2027 krahasuar me vitin 2026 dhe 5.2% në vitin 2028 krahasuar me vitin 2027. Gjithashtu është transferta e pakushtëzuar sektoriale, e cila do të jetë në të njëjtin nivel, si dhe parashikuar në vlerën 60.700.000 lekë. Theksohet se në krahasim me fazën e parë ka një ndryshim prej 1 milion lekë, e cila është një shtesë për menaxhimin e mbetjeve. Gjithashtu në komision u diskutuar lidhur me rekomandimin e Ministrisë Financave për shpenzimet e personelit dhe ato operative, që të jenë në nivele të qëndrueshme dhe me tendencë rënje në funksion të ekzekutivi për të ka parashikuar 3 deri 3.5% nga viti në vit, që nuk vjen si rrjedhore e nivelit të pagave, por vetëm si rezultat i rritjes së vjetërsisë të punojësve në punë. Faleminderit. Faleminderit. Ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Plla. Faleminderit sërish për fjalën. Kisha disa pyetje në fakt. Së pari është një nga të ardhurat e bashkisë janë fondet IPA. Dhe ishte edhe në tabelën e shpenzimeve, si shpenzimet tuaja. Ka një projekt specifik që ky fond 4 vite të ardhshme, vitin ekzistues dhe në 3 vite të ardhshme është përcaktuar. Pyetja e parë. Pyetja e dytë, një çështje që unë kam mbitur dhe herë të tjera kemi diskutuar buxhetin, është parashikimi i të ardhurave nga taksa ndikimi në infrastrukturë. Investimet e reja. Në parashikimin që është bërë në pranë 2025-s, po dhe në 2026 është pak a shumë njësoj, 350% me lartë se sa fakti 2024-s. Do mirë kuptoja ndonjë parashikim pozitivist, me shpresën që do ketë një boom ndërtimesh, po nuk besoj se do kemi 3.5 herë ndërtime më shumë se çka kemi pasur në 2024 gjatë 2025-s. Ose nuk e di sa është fakti deri në këto 9 muajor që ka kaluar. Pse është bërë ky lloj parashikimi kësaj natyre? Dhe tjetër, ne këtu kemi pasur një problematik që ka kaluar në 2 mbledhje faktikisht, e çështja e
transportit urban një gjendje krize, dhe themi që kemi mbajtur në përmjet shkurtimit të orareve tjera, dhe shikoj që fondi dedikuar kësaj çështje është po i njëjti, subvencionimi prej 100 milionë është diçka shtesë. Nuk ka bashkia një s'ka më për ta bërë eficient këtë shërbim, për ta qofte për të ardhur në ndihmë operatorit që e kryen. Faleminderit. Tjera nga këshilltarët? Atëherë, në lidhje me projekt buxhetin afat mes, si një dokument shumë i rëndësishëm, strategjik, por dhe menaxhimin e financave të bashkisë për 3 vite, kam këto pyetje. Në një nga rekomandimet që ka bërë Ministria e Financave dhe për të cilën është marrë dhe përgjigje nga ne bashkisë, është që duhet të mirë menaxhojmë më mirë shpenzimet dhe fondin e pagave dhe të rritë atë për investime. Normalisht, ne nuk mund të rritim të ardhurat e bashkisë dhe gjithashtu dhe për rritjen të ardhurave të bashkisë për të mbuluar si duhet shpenzimet kryesore që lidhen me shërbimet publike. Unë do të një pyetje për bashkinë, a ka menduar bashkia të krijojë burime alternative të ardhurash, jashtë atyre që janë tarifa, taksa dhe qiradhenje? Si mund të shfrytëzojë më mirë asetet Bashkia Korç duke krijuar entitete ku vetësh aksioner apo ndërmarrje ekonomike fitimurse? Kjo është njëra pyetje, pra është menduar kjo. Tjetra është që pse gjithmonë meremetojmë rrugë apo vende të caktuara, mbase do të na dilte më mirë të investonim qoftë edhe në një copë rrugë, e cila mundet duket sikur kushton, krijon një standard më të mirë të jetesës së banorëve aty dhe ka një kosto i gjatë dhe shkon dhe në investime. Pra ti nga shërbime operative e kthen në investime. Gjithashtu, një pyetje tjetër është në lidhje me pjesën e transportit, siç tha dhe zoti Plla. Ne kemi miratuar këtu pak më përpara një ndryshim, pasi nuk na e merrnin përsipër këtë shërbim të transportit urban. Ndërkohë që aty në pjesën e planit edhe të qëllimeve që ka vendosur bashkia është që ky transport rritej, të shtohen linjat urbane, gjithashtu edhe të kemi një shtim të 3 linjave që lidhen me fshatrat turistik që Boskopoja dhe Darë. Si është menduar për të realizuar kjo gjë? A mendon ndonjëherë bashkia ta kthejë këtë shërbim në shërbim që mund ta menaxhojë duke pasur dhe investime të dedikuara për transport elektrik apo ekologjik? Pyetja tjetër është lidhje me pjesën e përsërit të transportit që kanë të bëjë me rrugët. Thuhet aty që do të ketë investime të vazhdueshme për pjesën urbane, por unë përsëri do të angres herë të tjera në lidhje me pjesët e unazës së qytetit të Korçës që lidhen të gjithë zonave hyrëse të qytetit të Korçës, të cilat lejnë për të dëshiruar, nuk ka në një vizim, nuk ka në zona të përcaktuara të qarta për këmbësorët, për ata që janë me bicikletë, dhe aq më shumë dhe për vend qëndrimet ti të kuptosh dhe sinjalistikën vertikale të tyre. Mendoj që kjo është një gjë seriozisht për të marrë dhe për të trajtuar, sepse kjo i krijon tjetër standard qoftë banorëve qytet që banorëve të cilët janë në periferitë e Korçës dhe tashmë më kur fshati dhe qyteti. Ju lutem më konciz në pyetje dhe pastaj kur të lutem dhe keni fjalën për të diskutuar, mund ta zgjeroni dhe më pas me diskutimet. Keni pyetje tjetër? Kisha për pjesën dhe për pjesën e vizimit, të cilët për rrugëve kryesore, rrugët e tjera, qoftë edhe lagjet të 17, 15, 16 nuk kanë vizime standardi. Kjo është pjesa e pyetjeve që kam për momentin. Faleminderit. Spari njerë do doja që nderoja Komisionin e Financave, që natyrishtë edhe së bashku me Komisionin Sociale janë të vetmet komisione që mblidhen rregullisht dhe që mirë funksionojnë, ashtu si duhet, duke dalë edhe me një raport të vetë komisionit.
unë do doja që të gjitha këto, duke qenë se ju jeni dhe pjesë e Komisionit Financave, dhe aty në komision trajtohen të gjitha problematikat, pyetjet që ju keni edhe që i shtruat sot, bile unë do doja që ky raport të ishte shpërndar me këto pyetje që ju drejtojeni Drejtorisë Financës, edhe me shpjegim tek, sepse kjo do t'i ndihmonte për të kuptuar edhe ata më tej në lidhje me këtë material që shpërndar sot. Gjithsesi, unë do t'ja jap fjalën ekzekutivit nëse s'ka pyetje të tjera nga këshilltarët. Të lutem të mbaroj unë pra. Po jo, sepse në lidhje me komentin që ne këto i bëjmë në komision, është e vërtetë, po jo të gjitha pyetjet përgjigjen dhe nga komisioni shtojnë që këto pyetje nuk kemi ne tagër. Kështu që ne do t'i bëjmë. Prandaj dhe unë thash që të kishte një raport komisionit që të ishte shpërndar dhe më pas aty pastaj kuptonim se çfarë. Okej, atëre një përgjigje nga ekzekutivi në lidhje me pyetjet që u shtruan nga ekzekutivi për të folur, kush do fjalën kryetar? Po japom disa përgjigje për një pjesë të pyetjeve, për një pjesë besoj mbase mund ta jap edhe. Njerë duhet kuptuar që po diskutojmë këtë projektin e buxhetit afatmesëm, pra për te diskutimeve që mund të bëjnë edhe për element shumë specifik edhe shumë të detajuar, besoj që vëmendja dhe diskutimi kryesor duhet jetë pak makro në diskutim të një buxheti afatmesër. Pra, me grupe zerash, me shpërndarje e buxhetit në grupet kryesore që janë shpenzimet për paga, shpenzimet operacionale dhe investimet, dhe brenda këtyre grupeve mund të ketë një diskutim edhe për element të veçantë, po jo mendoj unë ka ishte detajuar sa deri në vizimi i X rrugë në filan lagje, se nuk i takon një diskutimet buxhetit, po janë çështje që janë të rëndësishme dhe mund t'i bëjmë si diskutim në një pikë vetëm për to, po jo si pjesë e buxhetit. Mendoj sepse hyjmë në shumë detaje dhe me asgjë pastaj. Tani përsa i takon tre grupeve kryesore të pagave dhe shpenzimeve operative, kemi patur vitin e kaluar një rritje nivelit pagave në zbatim edhe të përkatës për të bërë rritjen e pagave të institucioneve shtetërore qoftë në nivel vendor, edhe kjo është reflektuar edhe në buxhetin. Nuk presim që të kemi rritje të tjera në paktën rritje të ndihme sa rritja e vitit kaluar. Përsa i takon pjesës të shpenzimeve operative edhe raportin e tyre me investimet, e kam sqaruar edhe herë të tjera edhe në diskutimet që janë bërë për buxhetin afatmesëm, edhe në diskutimet që janë bërë për buxhetin e vitit, pra si do bëjmë edhe pas 2-3 muajsh për buxhetin e vitit 2026, që një pjesë e madhe e buxhetit që ndodhet në shpenzimeve operative, në fakt ofrojnë shërbim për qytetarët, si që është shërbimit publik, shërbimi i pagimit, shërbimi i transportit publik dhe një pjesë po ashtu e këtyre zerave, si që janë rekonstruksionet e trotuareve apo asfaltimet e rrugëve që realizohen nga ndërmarrja e shërbimeve publike, pavarësisht se kemi zgjedhur që t'i marrim si materiale dhe të përdorim kapacitetet njerëzore që ne kemi në ndërmarrje dhe në kuptimin strikt të buxhetit lexohen si shpenzime operative, sepse janë blerje materialesh, por në fakt ato janë investime. Thjesht ne këtyre investimeve ju kemi hequr që e bëjmë me punojësit e ndërmarrjes, marr vetë materialet. Po që se do t'i prokuroni me gjithë punën, do ishin automatikisht në zërin e investimeve. Dhe janë zëra relativisht të mëdhaja, Valbona mbase i ka të nxjerra dhe mbase mund t'ja u thotë. Kalonin investime do ta rritnin goxha pjesën e investimeve në raport me totalin e buxhetit. Tani kishte disa pyetje
shërbimin e transportit urban brenda qytetit. Nuk e kuptova mirat pyetjen e këshilltarit Plla, pra në raport me koston që kemi tani dhe me mënyrën që funksionojmë tani, jo sugjerohet që duhet të arritim mbështetjen apo duhet të ulim mbështetjen. Dhe tjetra, ne diskutimin për transportin publik e kemi bërë shumë të gjatë në momentin që kemi vendosur të bëjmë ato ndryshimet edhe në përzgjedhjen e operatorit, edhe në kushtet e kontratës, edhe në çmimin e biletave. Pra, kemi bërë shumë të detajuar dhe me këmbënguljen tuaj me afat 5 vjeçar, 3 vjeçar. Pra, propozimi ynë ka qenë që ta kishim 1 vjeçar kontratën dhe kishim mundësi ta rishikojmë pas 1 viti në kushtet e reja me trend mund të ketë dhe kërkesa tani se mbajmë se konkretisht ka qenë që ta bëjmë 3 vjeçar. Pra jemi në kushtet kur kemi një kontrat me një afat 3 vjeçar. Dhe diskutimet mund t'i bëjmë, po në këtë ark 3 vjeçar puthet me një pjesë të madhe të buxhetit afat mesëm, nuk është kemi se çfarë të ndryshojmë. Si sugjerime mund të na bëni në sensin që duhet të arritim mbështetjen që në kushtet që janë në bilancet ekonomike të operatorit të kemi një shërbim më të mirë, po që do përballohet apo duhet ta ulim akoma më tepër, se ishte pak pa qartë nga pyetja. Përsa i takon, këto pastaj në atë nivelin e detajeve, rekonstruksioni plot përkundrejt remetimeve të rrugëve, pa tjetër që unë e kuptoj që është më mirë që rrugë të investohet nga fillimi edhe të rekonstruktohet totalisht, por në kushtet që nuk e kemi këtë mundësi që ti rekonstruktojmë të gjitha rrugët totalisht dhe ndërkohë që krijohen gropa në rrugë të caktuara, ne duhet bëjmë mirëmbajtje të rrugëve dhe mirëmbajtje të rrugëve në kuptimin jo investime totale, po zënje të gropave apo të dëmtimeve, nuk është se bëjmë vetëm neve në Korçë apo Bashkinë në Shqipëri, po në çdo qytet të botës, edhe në vendet më të zhvilluara, nuk është se hapen 3 gropa dhe ja fusin bëjnë riveshjet komplet rrugës. Ne e kemi akoma më të theksuar këtë gjë, sepse kuptohet infrastruktura është në gjendje më të keqe, krahasuar me qytetet zhvilluara europiane, dhe ndërkohë nevojat për investime janë të mëdha, por duhet bërë edhe mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese. Prandaj duhet të bëjmë të dyja. Besoj, lëvizimi i rrugëve, po qëndron si shqetësim, nuk besoj se i takon një diskutimit buxhetit afatmesëm, por nga ana e ndërmarrjes shërbimeve publike duhet të jenë në fazat e fundit të bërjes të procedurës për vërimin për këtë vit, ku do të bëhet rifreskimi vizimit në ato zona ku nuk është ndërhyrë gjatë vitit të kaluar. Sa i takon linjave të fshatrave turistik, po një nga shqetësimet apo një nga nevojat që ne duhet ta adresojmë në rast se mendojmë që të kemi një fokus, siç edhe kemi realisht në zhvillimin e turizmit në tërësi dhe të turizmit të natyrës, që ju takon fshatrave turistik në veçanti, dhe mbulimi me transport është një prej gjërave që ne duhet ta adresojmë. Besoj që do një diskutim pak më të në sensin që mbase në rast se janë që e mundësojnë, ky shërbim mund të mbulohet edhe nga operator. Unë do preferoja që zgjidhja të vinte nga një angazhim i operatorëve privat që ta mbulonin këtë lloj shërbimi. Përgjithsesi, besoj është nga gjërat që ne do duhet ta diskutojmë më në detaje në kuadrin e diskutimit që bëjmë në TIZA dhe me aktorë në fushën e turizmit.
dhe në rast se do ta kemi si një gjë që duhet adresuar me patjetër nga ana e bashkisë, patjetër duhet gjejmë një mënyrë që do kërkoj edhe buxhetin respektiv. Pyetja është shumë interesante në fakt, edhe është e rëndësishme e identifikimit të burimeve alternative të ardhurave. Pra është e vërtet që çdo bashki, edhe në vende shumë të zhvilluara se Shqipëria, po t'i pyesësh, gjithnjë çështja e buxhetit është një çështje që të gjithë e kanë. Pra, kërkesat janë gjithnjë më të mëdha se sa burimet, dhe ka gjithnjë nevojë për burime shtesë të financimit. Tani ato burimet tradicionale, ju e dini, janë të ardhurat e bashkisë, jashtë transferta e pakushtëzuar që ne marrim nga qeveria qendrore, janë projektet që ne financojmë në thirrje të ndryshme që hapen nga qeveria qendrore përsëri, janë donator të ndryshëm, përfshirë Bashkimin Evropian apo donator të tjerë, por një burim shumë mirë edhe përfshirja e bashkisë në aktivitete ekonomike fitimprurse. Më thënë, në teori, po qëndron. Praktikisht, jam shumë i hapur që mbase edhe në këtë pikë, por mendoj që mund të jetë një moment tjetër kur të gjithë ju të keni mundësi të mendojni edhe të mendojmë së bashku në mënyrë më të detajuar dhe të diskutime dhe cilat janë alternativat e përfshirjes të bashkisë në aktivitete ekonomike fitimprurse që të sigurojë të ardhura shtesë për të mbështetur financimin e projekteve apo të nevojave që janë shumë të mëdha. Po, kimit në infrastrukturë, po, është vërtet, është një ditë që ne e bëjmë vazhdimisht në çdo mbledhje ku flasim për buxhetin, edhe buxhetin afatmesëm, edhe buxhetin e vitit. Unë kam dhënë atë shpjegimin tim, po e përsëri, patjetër mendoj që planifikimi duhet të jetë sa më afër realitetit, por më e rëndësishme se një planifikim, qoftë edhe me nota optimiste, për mua është e rëndësishme një ndjekje shumë rigoroze e zbatimit të buxhetit gjatë vitit, që ne besoj e kemi bërë relativisht mirë, në sensin që të mos krijojmë gropa buxhetore për Bashkinë e Korçës. Pra, në fund të një viti fiskal, buxhetor, të mos kemi terren për të krijuar penzimeve të realizuara. Këtë e kemi bërë dhe diferencat ose kanë qenë minimale ose kanë qenë zero. Në vitet e fundit, në djenin time, ka qenë zero këto diferenca. Pastaj ai diskutimi për pjesën e zhvillimeve, unë besoj që situata në sektorin e ndërtimit është optimiste, ka kërkesa për ndërtime, qofshin ndërtime të ulta, qofshin ndërtime të larta, ka disa projekte edhe relativisht të mëdha, të cilat janë në procesin e aplikimit dhe që shpresoj ta finalizojnë edhe të vijë edhe momenti i pagesës të taksës të ndikimit në infrastrukturë. Maksimale sektori ndërtimit të gjenerojë të ardhura në përmet taksës të ndikimit në infrastrukturë në buxhetin e bashkisë. Për sa i takon këtij parashikimit, pa Valbona gjë kështu më konkrete është? Para se ti këtij përgjigje, doja të theksoja që kemi arritur në fazën e dytë, që është faza teknike e artimit të projekt buxhetit afatmesëm, që do të thotë, bashkia ka kaluar disa etapa të cilat janë miratuar në kalendarin e programit buxhetor afatmesëm të miratuar me vendim Këshillit Bashkiak të vitit. Ku atje për procedura që ndiqen deri në
fazën e dytë që jemi dhe deri në fazën përfundimtare. Pra që do të thotë bashkia me vendim Këshilli Bashkiak ka miratuar vlerësimin e parashikimit afatmesëm të ardhurave nga taksat e tarifat vendore. Mbas kësaj, me daljen e udhëzimit të Ministrisë së Financave, fondet që vinë nga buxheti i shtetit, bashkë me të ardhurat tavanët përgatitorë. Në tavanët përgatitorë do të thotë mirafiri maksimal i sipas llogarive ekonomike, pra shpenzimet e personelit, shpenzimet korrente dhe investimet, si dhe kufiri maksimal i çdo programi. Mbas kësaj kalojmë në fazën e parë, që është faza strategjike, ku u kalua në Këshill Punore, mbas kësaj u kalua në miratimin e tavaneve përfundimtarë në fund të korrikut të 2025-s. Dhe mbas miratimit të tavanëve kaluam në hartimin e fazës së dytë që po e paraqitim sot në Këshill. Dhe pjesë përberse e të gjithë kësaj kronologjie që përmenda janë edhe fondet IPA. Fondet IPA janë planifikuar në të njëjtin nivel në vitin 60 milionë e 700 mijë. Këto planifikohen në bazë të parashikimeve të dhëna nga sektori i integrimit për projektet, për aplikimet që ka kryer kjo drejtori, pra bashkia, tek projektet IPA. Pra është një planifikim, ndërsa mbasi fitohet projekti, mund të kërkohet financim për shembull edhe si nga projekti ashtu dhe nga bashkia. Me vendim Këshilli Bashkiak paraqitet përsëri materiali, ku nga ky fond i planifikuar kalohet në shpenzimet përkatëse që mund të jenë shpenzime operative ose investime. Dhe kjo është arsyeja që planifikohen, janë pjesë përberse si të buxhetit vjetor ashtu dhe të buxhetit afatmesëm. Si? Jo, në këtë moment jo. Tere, faleminderit. Kush e do fjalën për diskutim? Po, zoti Plla. Sqaroj ose pyetjen që më përpara që kryetari tha që nuk e kishte kuptuar saktë. Unë po mendoj që është e nevojshme të përmirësohet shërbimi i transportit urban. Përfshi këtu dhe çështjen që ngriti zonja Përmeti për shërbimin rreth qytetas me fshatrat turistik. Dhe për këtë ka nevojë sigurisht për buxhet. Nuk po mendoj për ndryshim kontrate. Pavarësisht se unë e dija që ishte 1 vjeçare që nga 3 vjeçare, nuk e mbaja mend saktë. Dhe përmirësimi i shërbimit mund të kryhet edhe nga investimet që mund të kryejë bashkia, për shembull në shtimin e stacioneve me filtrat urbanit e të tjera. Po edhe kur të vi momenti dhe për ndryshim kontrate, ose në kontratat e reja me për linjat me fshatrat turistik. Pra, im për të çështje. Nëse doni të bëjmë një diskutim makro për buxhetin e tërësi ose për buxhetin afatmesëm të tërësi, rekomandimet e Ministrisë së Financave kanë qenë shumë të sakta. Ata vlerësojnë në punën e strukturimit të dhënave, të vlerave, mirë po kanë këtë sugjerim që thotë shpenzimet për personelin dhe shpenzimet operative janë në masën 9% dhe 10% investime. Dhe sugjerojnë që duhet ulur shpenzimet personelin për ta qenë më eficient. Ju e sqaruat me të drejtë që brenda shpenzimeve operative ka dhe investime. Që me shpenzime publike kryesisht. Tani, për të qenë prokti sugjerimit që sjell Ministria e Financave, nuk është e mundur që një pjesë të investimeve të tenderohen për të mos dhe të ulen më pas shpenzime për personel të bashkisë. Pse? Më ky është një qëndrim im personal në fushën ekonomike më aq që pak sa kam unë. Po, ne po krijojmë një etatizëm, një varësi të gjithë qytetit nga shteti, në rast nga bashkia. Sepse kemi një sa më shumë të mësuar në shtet, ndërkohë që nëse një pjesë e tyre investimeve që janë periodike të vazhdueshme kryen nga operator privat, ti si thua e ndihmon ekonominë e qytetit duke ndihmuar operatorët privat, jo duke marrë përsipër i bëjë çdo gjë bashkia. Nga ana tjetër balancon dhe këtë ndarjen midis shpenzimeve të personelit dhe operative me investimet. Një këndvështrim do ishte ky. Sepse ne janë 50% për shpenzime personeli, 40% shpenzime operative, ndërkohë të ardhurat e veta të bashkisë janë në masë 20%. Pra të ardhurat e veta të bashkisë nuk mbulojnë dot as pagat e punonjësve të saj. Kam gabim po them të ardhurat e veta të bashkisë në krahasim, 20% me total. Nuk është 40%? Unë kam lexuar. 20%? 20%. 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 20%
Okej. Pra, një vizion për drejtimin ishin shpenzime për personelin, një pjesë e punëve që bëhen nga NSHP-ja të kalojnë nëpërmjet investimeve, pra tenderime tek operatorët privat, dhe në këtë mënyrë balancojmë edhe bilancin duke rritur investime, duke zbatuar mësatësisë së financave. Faleminderit. Faleminderit. Kush e do fjalën prapë për diskutim? Po, zotëri Rizullah. Faleminderit, zëna kryetare. Duke dëgjuar Klajdin, po mendoja që do ishte e udhës që të bëheshe një përllogaritje, të bëheshe një përllogaritje për sa i përket kostove, se sa i shkon, po themi, ndërmarrjes kostoja e bërjes një trotuari për 1 metër katror, se sa të shkonte nëse kjo gjë do të tenderoj paka shumë, se sa është duke bërë një analizë kostoje për çdo shërbim që ndërmarrja bën, dhe se sa, po themi, është çmimi i tregut për këtë shërbim të bërë. Dhe në këtë mënyrë, pastaj, mbase mundet të ketë një qasje tjetër për paksimin e punëve të bëra nga ndërmarrja, dhe se mbase mund të dalë që ndërmarrja e bën me koste më të ulët se sa do ta bënte një kompani private ose anasjellta, kështu që kjo gjë është ajo. Faleminderit, diskutimet të tjera ka? Atëherë dëgjojmë edhe një koment tjetër që kanë në lidhje me në lidhje me atë që di për shpenzimet e personelit, dua të theksoj që në shpenzimet për paga, burimi i financimit janë, domethënë, të shumëllojshme. Vetëm pagat paguhen nga transferta e pakushtëzuar sektoriale, nga transferta e pakushtëzuar, nga transferta që vjen për fondin për rritjen e pagave dhe nga të ardhurat e bashkisë. Pra nuk do të thotë që fondi planifikuar 1.200.000 lek nga të ardhurat përdoret pothuajse 40 ose 50% për nga të ardhurat. Jo. Po pse e llogarit kështu në total? Po, bashkia ka dhe burime të tjera financimi, nuk ka vetëm të ardhurat. Bashkia ka dhe burime të tjera financimi, dhe një sekond sa ta mbaroj. Dhe dua të theksoj që nga totali i fondit 1.157.000 që janë për pagat, gati 400 milion sektoriale që janë funksione, të cilat kanë kaluar në vitin 2016, ujtja dhe kullimi, administrimi i pyjeve, arsimi, arsimin e thashë, ujtja dhe kullimi, po, janë rrugët rurale, mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, edhe administrimi i pyjeve, po, e thashë. Pra, do me thënë, është gati të totalit të fondit të pagave, kalohet nga transferta e pakushtëzuar sektoriale, 26% nga granti dhe vetëm 20% kalojnë nga të ardhurat e bashkisë. Pra nuk do të thotë që të ardhurat kalojnë për shpenzimet e personelit. Dhe në buxhetit afatmesëm dhe në përgjigjen që i kemi kthyer Ministrisë së Financave, theksohet që nuk ka rritje të fondit të pagave në të treja vitet buxhetore. Efekti financiar për arritja që është mesatarisht 3% në vit, është vetëm për efekt të vjetërsisë, sepse llogaritja e vjetërsisë ka ndryshuar. Nuk llogaritet mbi diplomën, si ka ndryshuar dhe përqindja dhe mënyra e llogaritjes, dhe kjo jep një efekt financiar. Dhe Ministri i Financave ka thënë që në total duhet të ketë një tendencë ulje. Duhet të ketë tendencë ulje që mund të vijë por ne vjet duke rritur investime dhe automatikisht në përqindja ulet kjo. Ne vjet kemi zbatuar vendimin e Këshillit të Ministrave. Numrin e punojësve nuk e kemi ndryshuar. Pra nuk ka rritje tashme. Faleminderit. Kam diskutime. Kryetar, mund të vazhdojmë. Atëre e hedhim votim, kush është dakord? Ju lutem këshilltarëve të votojnë. Zotin e Gjipi. Jemi në votim. Kush? Jemi këshilltarëve, jemi në votim. Kush është dakord? Erion, të lutem se jemi në votim. Kush është dakord? Kundër?
Abstenim? Sekretaria? Miratohet. Pika e 6 rendit ditës për një shtesë të vendimit numër 158 datë 26/11/2024 për nivelin e taksave tarifave vendore, administrimin e tyre në Bashkinë e Korçës dhe penalitetet për shkeljet apo kontrabajtjet administrative për vitin 2025. Komisioni, lutem. Për një propozitë ekzekutivi ka dërguar për përjashtimin nga pagesa e tarifës për vizitën në kullën panoramike për kategorinë e personave me aftësi të kufizuar. Shkak është bërë ankesa në mjediset e zyrës së Komisionit për mbrojtjen e diskriminimit. Komisioni vendosi që ta kaloj për miratim. Faleminderit. Ka pyetje nga këshilltarët? Më falë, zonja kryetare, nuk e dëgjova kolegun e komisionit. Mund ta përsërisni një? Patjetër, edhe një herë. Patjetër. Atëherë bëhet fjalë për një propozim që ekzekutivi ka dërguar për heqjen nga pagesa e tarifës për vizitën në kullën panoramike për personat me aftësi të kufizuar. Shkak është bërë sepse ka pas në Komisionin për mbrojtjen dhe diskriminimin. Okej, faleminderit. Po zoti Bode. Pyetje. Faleminderit, zonja kryetare. Dhe di nëse ka ndonjë evidencë, sa është e ardhura që kemi ne nga vizita në kulla panoramike dhe se ka ndonjë evidencë tjetër, sa ka qenë pjesa apo përqindja e kësaj të ardhure që ka pasur të nga e paguar nga personat me aftësi kufizuar. Gjithmonë nëse ka evidencë. Pyetje të tjera? Po. Mund? Lazion. Doja të di ekzekutivi nëse është vënë në funksion ascensori, sepse kulla ka pasur një ascensor që për disa vite funksionoi dhe pastaj u amortizua. Nga njëra anë ne tregojmë dashamirës me këtë shtresë që gjykimin tim e meriton këtë mbështetje nga ana jonë, nga ana tjetër si mund të ngjitin ata ato shkallë kur ascensori nuk punon. Pra mos po ju edhimi syve me këtë vendimarrje thjesht sa për sy e faqe, apo vërtet ascensori është rregulluar dhe ne nuk kemi dini dhe tashmë ata mund të ngjiten në kullë pa paguar. Ju lutem mos sqaroni. Një sqarim në lidhje me këto pyetje, kryetar. Ke ndonjë info ti Barbona për të ardhurat? Ja. Nuk kemi një info tani se sa janë të ardhurat që janë gjeneruar, sa gjenerohen në një vit nga vizitat tek kulla panoramike, po mund ta marrim një info dhe ta japim në mbledhjen tjetër. Përsa i takon gjendjes të ascensorit, njerë duhet ta kemi të qartë që kjo vendimarrje nuk është se është për një muaj, apo për 2 muaj, apo për 3 muaj. Pra është një vendimarrje që e marrim tani dhe është për gjithë periudhën në vazhdim, pavarësisht defekteve që mund të ketë ascensori. Në momentet kur nuk punon dakord, do ta kenë këtë mundësinë e aksesit, duhet marrë informacion në rast se është zgjidhur ai problemi. Nuk qenë ka zgjidhur. Sapo. Atëre, unë do doja që nëse s'ka diskutime në lidhje me këtë çështje për të ulur, për ta përjashtuar nga tarifa personat me aftësi të kufizuar në këtë rast, mendoj që ta hedhim në votim. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Pika e 7, përmiratimin e pjesëmarrjes së Bashkisë Korçë në zbatimin e projektit Restore Rural Innovation Center for Sustainable and Inclusive Tourism në kuadër të programit Interreg IPA Greqi Shqipëri 2021-2027 dhe miratimin e fondeve si pjesë e buxhetit të Bashkisë. Komisioni Altin.
Bashkia e Korçës ka fituar projektin ndërkufitar Restore. Dhe ky projekt, i cili bashkon 5 partnerë, Turqia dhe Shqipëria, është një projekt i cili ka qëllim rigjallërimin e 2 godinave, një në fshatin Dardë dhe një në fshatin Demati, në Zagorit e Greqisë, duke i shndërruar në qendrat të qëndrueshme të regjistrit fshirëse të turizmit. Ky projekt 80% si financimi huaj i projektit TIPA dhe 20% nga Bashkia e Korçës. Financimi huaj është në vlerën 175.352 euro, ose 16.993.362 lek, dhe do t'i shtohet programit buxhetor mbështetja për zhvillimin ekonomik të bashkisë. Në vlerën 4.228.321 lek, shpërndarë si më poshtë 2.132.020 lek si kosto stafi, i cili do jetë kontribut në natyrë i bashkisë, pra me përfshirjen e punonjësve të bashkisë, pa pagesë ekstra, 319.803 lek si zyrë dhe administrim, edhe kjo kontribut në natyrë, sepse do jetë një godinë cila do të përdoret për të projekt që është pjesë e pronave të bashkisë, pra dhe kjo nuk do ketë kosto shtesë, dhe vlerën 1.796.518 do jetë investime në infrastrukturë. Ky do jetë kontributi bashkisë në vlerë, por që nuk parashikohet për buxhetin e vitit 2025, por do të jetë për vitin 2026. Ju ftojmë ta mirëton. Okej, ka pyetje në lidhje? Zoti Plla? Një informacion, lutem, cila godinë është parashikuar që do vijë në shërbim të këtij projekti dhe çfarë funksioni ka pasur përpara? Bëhet fjalë për godinën që në Dardë njohim godina e jo plejësia e fshatit. Është një godinë që është jashtë funksionit sepse është shumë e amortizuar, edhe në kuadrin e këtij projekti do të bëhet rekonstruksioni i plot i godinës dhe do të të përdorimet në fund të turizmit. Pra, e kombinuar një zyrë informacionit turistik mbase me shitje produkteve tipike të zonës, me ndonjë stacion bicikletash, për shembull, janë disa ide paraprake. Okej, faleminderit. Atëherë hedhim votim, kush është dakord? Kundër? Abstenim? Miratohet. Lejimin e hapjes së dritës në pronë në shtet me kushtin që subjekti do të bëhet. Të lutem ekzekutivit jap shpjegime më shumë për Këshillin. Atëherë lutem nga drejtoria e urbanistikës. Atëherë po bëj një sqarim në lidhje me lejimin e hapjes së dritës në drejtim të pronës shtet. Me kërkesë të qytetarit zoti Andrea Filipi, është bërë një kërkesë për lejimin e hapjes të dritës në drejtim të pronës shtet. Sheshi ndodhet në Agjen Unja, rruga Llazo Opingari. Zoti Andrea Filipi ka një pasuri një fraksion 668, të cilën e ka në pronësi, dhe në kufit e tij ndodhet një pasuri truall shtet, e cila është në pronësi të bashkisë. Sipërfaqja shtet është 57.9 m2 dhe ngjitur me këtë sipërfaqe kemi edhe një rrugë të pasistemuar me sipërfaqe rreth 30 m2. Nga ana e bashkisë është bërë projekti, janë kryer verifikime terren për shkak të konfigurimit të kuotave në sipërfaqe shtet, nuk mund të ndërtojmë dot si bashki, është sipërfaqe shumë e vogël dhe kemi bërë një projekt për një lulishte dhe një rrugë e cila do të jetë me pllaka veçtënguese. Nga ana e bashkisë është pranuar, kemi bërë propozimin, pranimin e lejimit të dritës me kushtin që të ndërtojë subjektit të lulishte dhe të sistemuar me pllaka veçtënguese.
Faleminderit. Ka pyetje të tjera? Jo. E hedhim votim. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Faleminderit, miratohet. Kalojmë në pikën e 9 të rendit ditës, mbi miratimin e vendosjes së bustit të Zai Fundo në qytetin e Korçës, në emër të komisionit, ju lutem. Komisioni dhe për këtë çështje nuk u mblodh, por mund të them diçka në lidhje me këtë figurë që tashmë merr një vëmendje të merituar për të pasur një monument në qytetin e Korçës për të kujtuar, respektuar veprimtarinë e tij atë periudhës së para luftës së dytë dhe luftës së dytë botërore deri në humbjen e jetës së tij. Ne e kemi diskutuar dhe më herët në këtë këshill. Këshilli i Qarkut ka organizuar bashkë me universitetin dhe një konferencë, por tashmë dhe për publikun e gjerë, përmjet emisioneve dhe aktiviteteve të tjera, është ky veprimtar, Zai Fundo, apo Lazar Fundo, i cili me botkuptimin e tij në periudhën në të cilën ka jetuar, dhe me veprimtarinë e tij ka kontribuar në vlerat e shoqërisë në një moment të vështirë në lufta e dytë botërore. Unë uroj dhe shpresoj që ky monument, më falni, të kontribuojë në vlerësimin e këtij veprimtari, por dhe të tjerëve bashkohës së tij. Faleminderit. Faleminderit. Unë do doja edhe një fjalë nga kryetari i bashkisë, si organi propozues. Po, shumë faleminderit. Në fakt ky propozim është bërë nga Bashkia e Korçës në kuadrin edhe të një propozimi tjetër të bashkisë që është diskutuar këtu në Këshill për emërtimin e një sheshi në pedonalen e qytetit me emrin e Lazar Zai Fundo. Tani po risjellim një propozim tjetër për të vendosur në këtë shesh edhe një bust në nderim të kësaj figura. Tani diskutimin kemi bërë shterus, kemi miratuar propozimin për dhënien e emrit të Lazar Fundos këtij sheshi, por disa gjëra po i them edhe një herë sepse janë të rëndësishme. Figura e Zai Fundos është një figurë shumë komplekse, e cila të rrethanave historike të viteve të pas luftës të dytë botërore nuk është gjërësisht e njohur, ose do të thosha është pothuajse pa njohur për publikun korçar edhe atë shqiptar. Por ata që kanë mundur të lexojnë diçka më tepër rreth kësaj figure, unë në këndvështrimin tim do ta përkufizoja Lazar Fundon, Zai Fundon me disa cilësi shumë të rëndësishme për kohën e sotme dhe për çdo kohë. Lazar Fundo një intelektual, në radhë parë, një njeri me njohuri të shumta në shumë filozofi, letërsi e të tjera. Ishte një njeri progresist, pra ishte i hapur për të mirëpritur edhe për të përfshirë idet progresive të kohës. Ishte një njeri kurajos, i cili kishte guximin që në rast se shikonte një diçka e cila apo ishte një pavarësisht se në një moment caktuar ai mund ta kishte mbështetur si ide
plot kuptim, kishte guximin që edhe kurajon që edhe ta kundërshtonte në momentin shihte që teoria nuk përputhej me realitetin dhe besoj unë edhe një person idealist. Të gjitha këto cilësi, edhe patriotizmi patjetër, ishte edhe patriot, e bënë Lazar Fundon që të ishte një nga mbështetësit e parë të ideve komuniste në shqiptar, por edhe një nga kundërtarët e parë të këtyre ideve, në momentin kur gjatë kohës që ka jetuar në Bashkimin Sovjetik, ka parë që kishte një moshavësi shumë të madhe ndërmjet asaj se çfarë komunizmi përfaqësonte si teori dhe çfarë komunizmi i zbatuar në një realitet të terrorit të atyre viteve në Bashkimin Sovjetik. Pra ishte komunisti dhe antikomunist i parë, ishte një patriot, ishte një antifashist, i cili pikrisht për këto bindjet ti patriotike dhe antifashiste dhe është internuar nga fashistët italianë në ishullin e Ventotene-s dhe besoj që për këto cilësi dhe për këtë se çfarë përfaqëson kjo figurë historike, mendoj që një vendosja e një busti në këtë të emërtuar në vendimin e këtij këshilli në emrin e patriotit Zaifundo do të ishte një element që do ta kujtonte në kohë, në përjetësi këtë figurë të rëndësishme dhe do t'ja u bënte të ditur gjithatë se çfarë kjo figurë përfaqësonte gjithë komunitetit tonë dhe jo vetëm dhe sidomos brezit të ri që për shkak edhe të konjunkturave të asaj kohe nuk ka që ta njohë veprën edhe atë se çfarë përfaqëson kjo figurë historike. Kështu që ju kërkoj mbështetje për ta miratuar vendosjen e këtij busti në zonën këmbësore të qytetit, në sheshin që mban emrin e Lazar Zaifundos. Faleminderit kryetar. A ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Petri. Kam një pyetje për të gjithë kolegët këshilltar këtu. Nëse ky idealist i patë dytë që për të cilën po diskutojmë Lazar Fundo, do ishte gjallë sot. Vallë pëlqente, Vallë do ta respektonte, Vallë do binte dakord me këtë mënyrë që po ndiqet për ngritjen e bustit në emër të tij. Se ne jetojmë në këtë qytet dhe e dimi që tashmë struktura aty është bërë, subjekti atje privat, i cili në bashkinë kishte kontribuar për Shatrivanin, detyrohet mos nxjerr as tavolinat sot. Do ishte dakord zoti Lazar Fundo, mendoni, për këtë mënyrë, që na konsiderojnë këshillin e qytetit, pra që është një farë mënyrë plejtësia e qytetit, që të votojë si një noter post factum këtë gjë? Kjo është pyetja zonja kryetare dhe në ulje të dinjitetit të këshillit që ndodhin veprime, ne sigurisht jemi në emërues të përbashkët për të respektuar këta njerëz me koncepte të jashtëzakonshme, për të hedhur dritë mbi ta, për të posur veprimtarinë e tyre patriotike dhe idealiste, që mishërohen te kjo figurë. Dhe është për të përshëndetur, dhe është dhe një gjest mirënjohje, sigurisht që duhet vlerësuar kjo gjë. Por se si po bëhet, Vallë është e denjë për Korçën? Vallë është e denjë për këtë figurë? Faleminderit. Ka pyetje tjetër nga këshilltar? Po, Unë sinqerisht më vjen shumë mirë që vlerësohet një intelektual, një idealist dhe me gjitha një viktime e komunizmit. Por kisha pyetje pse pikërisht në pozicion? Sepse ne fare pranë bashkisë kemi dhe 3 patriotë buset cilëve janë lënë në hi e bashkisë. Së dyti kemi dhe figura të tjera që ende nuk janë vlerësuar dhe shpresoj që ky rast të na bëjë ne si bashki të fillojmë të mendojmë për kontribuesit e mëdhenj të qytetit, Thomatur, Tullian Asas, Lakçe dhe të tjerë që kanë lënë gjurmë të mëdha në të qytet dhe që besoj se duhen nderuar me buste basoreligjit
Dhe mbështes zotin Petri faktin që është fyese për Këshillin, kur ju e keni vendosur busin atje, tani merrni miratimin tonë. Po nëse ne nuk japim miratim si Këshill. Faleminderit, nëse s'ka pyetje të tjera, fjalën fillimisht të zotin e Xhipi, pastaj zoti Altin Habib dhe më pas do bëj një koment. Për mua, kushdo që vlerësohet për kontributin e vet, është e rëndësishme që të gjithë të kemi një lloj konsensusi, pavarësisht kundërshtimeve dhe nuk më duket normale që në një moment në të njëjtën fjalë me atë figurë dhe këtë moment që mund të konsiderohet dhe vlerësimi dhe lavdije e njollosim me diskutime që janë fare minore të tipit kush ka mbetur për të vlerësuar apo pozicioni ishte i përshtatshëm apo s'është apo pse u respektua ligji dhe u pastrua një territor publik. I ftoj këshilltarët ta votojnë pa e humbur këtë moment të rëndësishëm që është vlerësimi i një figure që ka kontribuar për këtë vend dhe jo vetëm për vendin tonë, por për edhe për Evropën që ne sot kemi. Zoti Habib. Faleminderit zënë kryetar. E para njerë, unë desha të zotin Petri, me qenë se na u drejtua si këshilltar. Qofse ne flasim për që bashkia po vendos një tek privati, atëherë nuk kemi për çfarë flasim se këtu bëhet fjalë për një shkelje juridike. Kjo duhet të sqarohet. Në qoftë se flasim për në një ambient publik, atëherë këtu nuk ka diskutim. E dyta, për figurën e Sheshi mban emrin e tij. Po, ama